kemi kombëtarës, Sali, tip ndeshjen mes Shqipërisë dhe Polonisë besoj ndoqe. Si të duk e gjitha ajo se çfarë ndodhi në fakt. Mul në këndvështrimin tim, aty gabimet ishin njëra pas tjetrës, zinxhir, dhe kur shkëputet një hallkë e zinxhirit bie e gjitha. Ke parasysh? Ekipi. Gabimet kryesore me sa vura re unë ishin ato të Silvinjos, që në formacionin që nxori në fushë që nga minuta e parë. Bajrami kishte ca probleme në formacion. Pastaj lojtarët nga ato që ne prisnim nuk dhanë atë çfarë duhej. Aslani për shembull nuk ishte ndoshta në ditën e tij më të mirë, ose ishte i përgjumur, nuk e di. Edhe në rolin që e caktoi me sa e di unë, nuk është që në roli i tij tipik, ai që rol të cilin e mbajti. Prandaj po them, nuk e di se çfarë ai ka komunikuar me djem të parandeshjes apo në pushim të ndeshjes, dhe nuk e di se çfarë detyrash i ka caktuar. Por ajo që desha të them është që përveç Aslanit, Arber Hoxha përveç golit bëri shumë gabime, nuk na kishte mësuar. Ai na kishte mësuar të shikonim një Arber Hoxha më aktiv në fushë, më sulmues, më kërkues, kurse në ndeshjen me Poloninë ai bëri disa gabime ose ndoshta nuk ishte ai në ditën e tij duhur. Ndoshta. Por ai që për mendimin tim ai që merr fajin kryesor mbi supe, sigurisht është trajneri, sepse në fundit janë zgjedhjet e tij ato që dalin në fushë. Ja, në fakt